Ndonë se emri i Bekim Salit tani më 2 muaj me radh lakohet si emër i mundshëm për zëvendës kryeministër të parë në vend të Izet Mexhitit, një gjë e tillë ende nuk është dakorduar mes partnerëve të koalicionit VMRO-DPMNE dhe Vlen. Bekim Sali është propozimi i Vlenit, por Mickoski thotë se fjalën e fundit e ka ai si mandatar i qeverisë. Unë thash se e njoh dhe kam mendim të lartë për të si person. Sa i përket lëvizjeve strukturore në qeveri, ne ende nuk kemi zhvilluar bisedime të tilla dhe në këtë moment gjithnjë jam i gatshëm të diskutoj për gjithçka, por se diçka është dakorduar me VMRO-DPMNE-n si parti më e madhe politike në Maqedoni, në parlament dhe në qeveri, një gjë e tillë nuk është dakorduar. Por si person për Bekim Sali kam vetëm mendim të lartë, tha Kristian Mickoski, kryeministër. Mickoski nuk zbuloi nëse zëvendës kryeministri i ardhshëm do të ushtrojë dhe funksionin ministër i ambientit jetësor. Ai i bën me dije Vlenit se VMRO-DPMNE është partia më e madhe politike. Se si mëtej do të lëvizin gjërat nuk e di, por deri më tani nuk është biseduar. Nuk them se nuk do të bisedohet, ndoshta do të bisedohet, por duhet të mbajmë llogari se VMRO-DPMNE si parti politike është partia më e madhe në Maqedoni dhe se mandatar në këtë qeveri jam unë dhe është logjike që fjalën e fundit do ta kem unë, deklaroi Kristian Mickoski, kryeministër. Në prag të rikonstruimit të qeverisë, koalicioni Vlen duhet të bëjë kalkulime të reja pasi nëse Bekim Sali propozohet për zëvendës kryeministër të parë, duhet të jetë edhe ministër. Dikasteri i ekologjisë mbetet në duart e LD-s së Izet Mexhitit. Në këtë rast, Vlen duhet të vendosë nëse Sali do të zëvendësojë ndonjërin nga ministrat e tjerë, në këtë rast të partisë së tij Alternativa, përkatësisht Orhan Murtezanin në Ministrinë e Çështjeve Evropiane, apo ndonjërin nga ministrat e aleancës së mbetur në Vlen, pasi Mickoski e bëri të qartë se dikastere shtesë për Vlenin nuk do të ketë.